Me histori për produktet e qumshtit, qumshtorja Gexha në Gjakov vazhdon veprimtarinë e saj që nga vitin 1933, duke sjellë në tryezat familjare produktet e përpunuara, ndërtohet dhe djathin si specialitetin e kësaj ndërmarrjeje. Leonora Kqira nga qumshtorja Gexha ka treguar procedurën e prodhimit të djathit, i cili punohet çdo ditë nga qumshti i freskët, me kujdes dhe teknika të avancuara. Prodhojna çdo ditë nga qumshti i freskët, që e marrim nga infermerët rrethit Gjakovës. Kena kushtet shumë të mira, mundohem që të bëjmë të gjë për çdo ditë e freskëta prodhimet. Procedura e djathit është që e marrim qumshtin e freskët, pa konservues dhe qesim në kazan për me u pasterizu. Ndërsa kur të kryhen anëjna e marrim me gjithë teknik edhe qesim në kurit për me u nxanë djathi. E lajna 45 minuta, mas 45 minuta e marrim e prejna, ndërsa 3 herë nga 15 minuta shkojmë të përzi derisa të vjen të përfundimi i djathit. Këtu i kena kushtet e mira, janë pastërtia është nivel, çdo sen i kena me teknik shumë të mirë. Këtu prodhohet djathi, salca kosit, kaçkavalli, gjiza, salca të ndryshme me speca, me kastraveca, krejt është çdo sen është nivelin e duhur. Me krenari për traditën e përcjell brez pas brezi, qumshtorja Gexha vazhdon punën e gjeneratës së 4, duke prodhuar produkte me cilësi të lartë.